Nuk jemi bërë as pak pishman që kemi dal nga qeveria, kështu ka deklaruar Halil Snopçe në emisionin Debat në Shenja, I cili është deputet të Aleancës për Shqiptarët të Arben Taravarit. Ai tha se ASH historikisht ka vepruar nga opozita. Snopçe madje drejtoi edhe një sër kritikash për pushtetin aktual, duke shtuar se asnjë pikë nga marrëveshja që kanë pasur me VMRO-n nuk është realizuar, e sidomos ai tha se është regresi I vendit për në Bashkimin Evropian. Pra pika e parë me insistimin ton ka qenë rrugtimi evropian, për atë që flas tani. Dakord? Shive, përpara se të hyjmë në qeveri me Vlenin, shumë më tepër diskutoi për rrugtimin evropian, për ndryshimet kushtetuese, se sa pas hyrëm në qeveri. Pra, Hristijan Mickoski, kryeministri I Vendit, kishte disa deklarata kategorike dhe vazhdon me ato deklarata kategorike dhe ai është refuzues në këtë aspekt. Po normalisht ne nuk mund të pranojmë, sepse ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi, perspektiva e vetme e shtetit ton nuk ka alternativë shtetit pa rrugtimin evropian. Pra kjo ishte një pjesë e marrëveshjes. I pyete për rezultatin e AKI-së në zgjedhjet e fundit lokale, Snopçe është shprehur I kënaqur, duke thënë se kandidati I partisë në Gostivar, Valbon Limani, ka marrë më tepër vota se çdo kandidat I Vlenit në rrethin e parë. Po në të dy komunat në Gostivar dhe Vrapqish, ku mungonte cenzusi, ti nuk mund të thuash se Aleanca për Shqiptarët e koalicionari ka humbur. Mos harrojmë, në Gostivar është diferenca më e thellë në krahasim me secilën komunë tjetër në Maqedoni, hiqe Shkupin kryeqytetin. Pra, në Gostivar, Valbon Limani, kandidati për kryetar komune, ka marrë më tepër vota se çdo kandidat fitues Vlenit të rrethin e parë. Flasim për rrethin e parë, sepse Gostivar s'kishte rreth dytë. Deputeti ASH-së tutje tha se votat e VMRO-DPMN-s kanë qenë ata të cilat në disa komuna I kanë sjellë Vlenit fitoren, duke përmendur Çajirin, Sarajin dhe Tetovën.